Përshëndetje Ilaria, Paoli, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë ju jeni një italiane që jeton në Shqipëri, po edhe një shqiptare që shkoni në Itali ndonjëherë, okay? Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj? Po. Atëherë, siç e keni thënë, unë jam një italiane që jetoj këtu në Shqipëri prej 10 vite dhe jam një fotografe. Së pari. Ka qenë pasioni im që kur kam qenë e vogël. Dhe kam zhvillu në vite mësnaj si punën time. Në fakt hapa studio këtu në Tiranë. Dhe mësnaj kjo pasionin tim për foto zhvillue në diçka tjetër. Që është kuptimi dhe mësone shpendarje, po themi, me tregu sa më shumë Shqipëria, italianët e mirë. Kjo ishte. Po, atëherë, çfarë pëlqen nga Shqipëria? Atëherë, kjo është një pyetje e bukur sepse ka shumë gjëra që më pëlqejnë nga Shqipëria. Tash mund të themi që Shqipëria më pëlqet çdo gjë, se është me vërtet një vend shumë i bukur, jeni një popull fantastik, jeni një popull mikpritje, edhe përveç kësaj Shqipëria ka në çdo cep një bukurie manice. Mund të themi që Shqipëria, siç e them unë për herë, është Italia ime e vogël. Se ka me vërtet se është normale, është më e vogël se sa Italia në mësia, por ka çdo gjë fiksi Italia, ka deti, ka malet, ka kodra, ka liqen, ka lumi, është në çdo cep është shumë e bukur. Atëherë, juve merreni kryesisht me promovimin e vendeve të bukura të Shqipërisë. Mund të na përmendni disa vende ku keni qenë dhe ju kanë bërë shumë përshtypje dhe i keni promovuar në rrjetet tuaja sociale, po. Patjetër. Atëherë, siç e thash shparë, unë jam duke promovuar shumë Shqipëria, sepse tash nuk ka nevojë në fakt Shqipëria për të promovuar, se sidomos kohët e fundit Shqipëria u bë shumë e famshme në botë, por është më shumë, po themi, një turizm, sidomos turizmi verore. Por unë mendoj se Shqipëria nuk është vetëm deti dhe gjëra të tilla, mendoj se